E kam parë se janë quajtur fakt dhëmë të diamantit ose kururat të diamantit, realisht kjo është ceramik dentare, është e njëjta sikur se që punohet në emax ose në zirkon, pra është e njëjti material. Mirë po mandej frezohen, përpunohen në formë të tillë që jep thyrjen e dritës dhe reflekton sikur se që është një shkëlqim i diamantit. Këta pacient duhet ta kenë të qartë, është mendimi imi se është një punim i cili është trend ose është sezonal. Personalisht nuk i ndjek forma të cilat nuk janë ato që na ka krijuar natyra ose ato që na ka krijuar Zoti. Është jashtë në përgjithësi është pak jashtë natyrës dhe nuk mendoj që është trendi më i mirë që duhet të ndjekur. Në këtë rast edhe mund të ketë ndikim tani të të rinjtë dhe të rejat. Unë e përmend as disa herë pak më herët që mund vijen dhe të kërkojnë pikërisht diçka të tillë të cila nuk është natyrale. Nuk është natyrale. Gjithmonë ja shpjegoj, duke diskutu, duke e shpjeguar tek pacienti dhe nëse ai e zgjedh dhe pranon që pas një kohe do të ketë diçka tjetër dhe besoj që do të kthehet tek naturaliteti i vet, atëherë është. Përveç ndërhyrjeve dentare, në këtë rast e përmendëm pak më herët që jeni edhe pjesë e estetikës tjetër, do të ndërhyrjeve të tjera, cilat janë trendet e fundit, tashmë nuk është tabu. Po themi çdo e dyta femër thuaj se ka pas një ndërhyrje të vogël apo të madhe në jo vetëm fytyrën e saj, po gjithsesi tashmë është bërë më se normale që të kenë ndërhyrje të cilat i bëjnë ato që të ndihen më mirë me veten e tyre. Unë thash edhe më herët jam e specializuar në vinirs dhe në kurora. Do të thonë këtu janë dy pikat bazike. Po. Fokusi më i madh është aty. I krye dhe jam e trajnuar në Stamboll për aplikimin e fillerit dental. Kam bërë një trajnim mjaft gjatë në Turqi, i cili është trajnim i avancuar mbi fillerët dental. Por që mundohem që teknikat që i kam mësuar atje me i kriju këto edhe tek pacientët, me i punu edhe tek pacientët, sepse janë metoda ku i ndjekim korelacionin e muskujt dhe nuk bëjmë shpime ku janë në kundërshtim ose në drejtim të kundërt me muskujt, që të mos shkaktojnë trauma në trauma gjatë procesit. Gjithashtu, në bashkëpunim me doktor Albanin, kirurgun në ordinancë, punoj me kanula dentare, ku vetëm me aplikim të anestezionit dhe vetëm me një pikë shpimi, ne i kryem gjitha trajtimet si që janë mollzat, mjekra dhe trajtimet e tjera, ku përdorim kanulën dentare e cila është 99% e sigurt dhe nuk ka risk në për shembull në çastin e anë të gjakut ose dëmtime tjera që mund të shkaktojnë janë është jashtëzakonisht e sigurt si metodë punës, pothuajse shumicën e fytyrës e aplikojmë fillerin me kanullë dentare. Jemi dy të bashkë gjatë aplikimit dhe siguria është mos themi 100%, por është mjaft e lartë. Dhe tani më intereson pak, me qenë se e përmendat disa herë kritikat në fillim kundër pacientët, më intereson pak edhe për estetistët, kritika juaj, sepse kemi shumë që një farë forme, po shprehem kështu, po ja marrin vetës estetist, por që në fakt nuk është se edhe janë. Jo vetëm të trajnuar, por edhe të certifikuar në këtë rast për të bërë këto ndërhyrje. Që në fund të ditës e kanë rrezikshmërinë e tyre, por parasysh që mund t'jenë ose mund duken të lehta për t'u aplikuar. Dhurata, trajnimet 2 ditore ose 3 ditore janë avancime shtesë. Ajo nuk është shkollim bazik. Këta duhet ta kemi të qartë. Është i pamjaftueshëm 2 ditë ose 3 ditë trajnim në të cilin ti ke mësu krejt organizmin. Në këto pika shteti duhet me qenë mjaft rigoros, sepse është pyetje shëndeti i pacientit. Ne kemi raste ku pacienti thotë se jam i ndihshëm, kam predispozita për alergji dhe ne menjëherë e konsultojmë alergologun në ordinancën tonë. Pra kemi mekanizma në të cilët ne i trajtojmë këta pacienta. Po çka nëse jemi me një kurs ose me një avancim 2 ose 3 ditor. Absolutisht është i pamjaftueshëm. Absolutisht është i pamjaftueshëm. Dhe cilat në fakt edhe në trajnimet që i kanë bërë jashtë vendit, edhe në trajnimet që janë bërë jashtë vendit, e shoh se ligjet e shtetit i kanë ndalu rastet e tilla që kanë punu nga jo profesionistët dhe kanë dënime jashtëzakonisht larta nëse veç aplikojnë pa licencë të punës.